që të flisja edhe pak ditën sot më të rëndësishme të jetës time, që mezi e kam pritur që kur kam qenë e vogël. Ne kishim lënë në fakt për ta parë kur të kthehemi, pastaj pas dite. Po shkojmë tek vendi, tek restoranti, lokali që kemi rezervuar. Po më rre zemra se kam parë vetëm online, domethënë çka kam parë në Instagram, edhe çka kam parë në videot që kanë hedhur njerëzit, që i përshtatet vibe-it që unë dua. Po kam qenë shumë në angst në fakt, e prandaj nuk e lash për në darkë, e kam lënë që të kthehemi direkt tani para se të shkojmë në Tiranë, se në fakt kemi kohë. Ora është diku te ora 11:30. Dhe po më rre zemra, nuk e di se çfarë më pret. Meqenëse duket shumë i bukur në foto në Instagram, po do ta shohim tani. Ideja ime ishte që ta bënim jashtë në natyrë, dhe kishte sa më shumë jeshillëk, gjë që këtu jashtë nuk mungonte. Më do në gjë tjetër? Jo. Kemi qëndruar këtu, jemi dhe një dyqan që shet fytyrën sanitare, sepse po shohim gjëra për shtëpinë, domethënë ndërtimet që kemi filluar, sepse nuk kam mbaruar akoma. Nuk e di të them që ishte një super ditë, edhe pse jam lodhur pak, jam shumë e lumtur se i kam gjetur fustanet me herën e parë dhe kisha lënë 2 takime sot. Tek i dyti nuk shkova fare, nuk mundesh që të shkoja sepse i gjeta që tek i pari i kam zgjedhur fustanet tek Nicole. Gocat e stafit aty ishin të mrekullueshme, nuk e keni iden sa profesioniste që ishin. Të shikonin, domethënë, dhe ta përshtasnin trupin dhe çdo gjë tjetër me fustanet. Un kam zgjedhur 2, kam zgjedhur një të hapur dhe një siren. Mezi po pres tani që të vi dita dhe zgjodhem edhe kostumin e Sabit. Sabi provoi në 2 vende të ndryshme dhe tek vendi i dytë menduam që zgjodhem një kostum. Tani na ka ngelur gjëra të vogla, për shembull këpucët, na ka ngelur, kam lënë orar të thonjt, do ju marr me vete besoj këto ditë, kam lënë në datë 7, dua të lë një orar tek flokët që t'i lyej se më ka dalë pak boja e flokut dhe dua t'i bëj pak më të errta. Dhe kështu, jemi lodhur shumë, por është emocion më vete, po kënaqemi, po e shijojmë dhe po bëj shumë mirë që po e xhiroj. Normal pa lodhur dhe pa sfiduar shumë vete, atëherë kur gjej kohën mundohem që të xhiroj dhe nuk e di. Jam shumë e lumtur dhe po shijojmë në maksimum dhe shpresoj që ta shijoni dhe ju çdo skenë që po mundohem të marr bashkë me ne. Ja si nisi dita jonë sot, që në pikë të mëngjesit jemi zgjuar se jemi për t'ikur sërish në Tiranë, se unë sot kam provën e fustaneve të fundit dhe shikojni pak na dhanë këto. Në fakt më ka marrë shumë malli që t'i provoja, po ka dhe mami dhe babi Sabit si këto. Ndërkohë që ne dje ishim gjithë ditën në Tiranë dhe nuk kemi shijuar asnjë gjë se kemi ardhur super vonë. Sot po e njëjta gjë. Kështu që nesër inshallah na vjen radha që të rrim pak te shtëpia dhe të kënaqemi. Dua të qëndroj telefonin këtu, po nuk qëndron dhe ndërkohë do bëj pak make-up këtu në makinë, paksa të më dali fytyra në Terezi, nga që është dhe prova e fundit të fustaneve. Kam marrë këto me vete dhe shpresoj sot. Nuk besoj se do arrij që ta bëj make-upin bashkë me ju, se e shoh që nuk qëndron telefoni. Por kështu, do bëj një make-up të lehtë, edhe kam haruar t'ju them, po sot vjen edhe Eni, kështu që do takoj edhe Enin sot. T'ju tregoj 2 gjëra të reja që kam bler. Kam marrë këtë lipin nga Rot, po është shumë i mirë, zgjat shumë dhe të lë një efekt e buzët shumë të mirë. Tani me çmim, siç është në sajt, nuk është se ja vlen ta marrësh, sepse mund të ketë edhe shumë tjerë më ekonomike dhe më të mirë. Po nëse e gjeni me ulje në këto sajtet, se te Rot nuk kam parë që të bëj ulje,
ja vlen që ta marrësh. Ishte shumë i mirë. Dhe gjëja e dytë është kjo ora. Shikojeni pak sa e bukur që është. Dhe duhet ta çoj te orëndrejtësi që ta shkurtoj pak sepse e kam pak të madhe, ja shikojeni. Ja se si ri. E kam të madhe, kështu që duhet ta shkurtoj. E doja një orë dhe më bës shumë qefi që e kam gjetur siç e doja, e kam marrë tek TK Maxi. Shkova bleva me vrap taka se më duhet që t'i kem tani kur të provoj fustanet dhe ndërkohë takimin e kam lënë orën 11, ora 11 unë jam akoma duke shkuar. Jam shumë e vones, por të paktën i gjeta një palë, ishte shumë vështirë për i gjetur. I mora 35.000 lekë, ndërsa në Shein 27 euro ishin. Okej, se normal pak më shumë, ama nuk isha kohë që t'i porosisja në Shein, kështu që mora një palë këto. Atje te vendi që kemi bërë rezervimin për të bërë videoklipin te Pallati i Brigadave. Kemi marrë mandatin për të paguar dhe për të bërë pagesën, po deri të hëna nuk e dim nëse do bëhet, sepse më thanë që mund të bëhet kjo mbledhja në momentin e fundit edhe mund të lajmërojnë dhe për përgjigje negative. Nuk e di, shpresoj që të bëhet se e kam shumë me stres të pjesën, nuk kam një zgjidhje të dytë, nga që do i bëjmë dhe videoklipin dhe atë në të njëjtën ditë. Tani po shkoj te fustanet dhe e hap kamerën më vonë. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Te kjo ditë unë bëra thonjt, bëra flokët dhe blem edhe unazat, po disa klipe më ishin fshirë, kështu që prandaj po e bëj edhe me voice over. Tek thonjt zgjodha diçka, domethënë këtë frenchin e thjesht, më duk më bukur. Dhe mi bëri shumë lezetshëm, kemi ndonjur më shumë se normalja, mi ka bërë me shumë kujdes, kurse flokët i bëra kështu në ngjyrë të errët. Në video duken sikur janë ngjyrë zezë, por është ngjyrë kafe. Hello! E di që po xhiroj vetëm në makinë, por ju e dini që tani kemi shumë takime, shumë gjëra dhe më bie vetëm këtu për të folur. Po thoj se kam mbaruar shumicën e gjërave dhe gjërat që kanë ngelur tani janë shumë të vogla. Unë me këtë doja që të bëja thjesht një përmbledhje dhe t'ju tregoj se çfarë kam bërë këtë ditë. Më ra telefoni dhe po thosha që dua të bëj thjesht një përmbledhje çfarë kemi bërë këtë ditë. Kemi mbyllur më të shumta të gjërave të rëndësishme dhe dje kam bler flokët, kam bërë thonjt dhe kemi bler edhe unazat. Kemi bërë edhe shumë gjëra të tjera takime, po këtoj që jam munduar të marr edhe ndonjë skenë. Kjo gjë domethënë është afër përfundimit. Shpresoj që çdo gjë deri në fund të shkojë mirë dhe besoj se këtu do ta mbyll videon sepse e di që data po afron dhe nuk do jem shumë e lirë për të filmuar. Doja që t'ju bëja një update të vogël edhe t'ju tregoja se çfarë ka ndodhur. Tani unë, Sabi dhe Anja jemi shkëputur pak dhe do shkojmë që të takojmë gjyshen time, nënën, në Ballç. Kështu që jemi nisur drejt edhe për atje. Duke qenë se rruga e Librazhit është shumë keq, e di që do shkoj më shumë se 3 orë, por që do ta marrim avash dhe doja që ta takoja dhe të merja bekimin e saj para dasmës. Kështu që ky është plani, e hapa kamerën që t'ju përshëndes edhe t'ju bëj edhe një update të vogël. Do marrim mista.
sot ju përshëndetje të gjitha gocave të YouTube-it. E di që nuk kam xhiruar, por jam munduar që të bëj maksimumin dhe doja që të flisja edhe pak ditën sot më të rëndësishme të jetës time, që mezi e kam pritur që kur kam qenë e vogël, se të gjitha gocat ndrojnë që ta veshë fustanin e parë, edhe të bëj një dasmë, nuk e di, është dita ime më e lumtur, po ndihem si një princesh, mendoj se duke më bukur se çfarë mendoja, dhe po, kjo ishte video për sot, bashkë do të shihemi në videon e radhës. Bye!